Dua të dëshmoj për të nderin dhe lavdin atit tim qellor, sepse kisha vuajtur nga paqësia e tmerrshme për 5 vite. Dhe ata që vuajnë për saj e dinë se si është, dhe nuk më të pushoja vëllezër dhe motra, merrja ilaçe dhe të nesërmen zgjohesha duke u ndjerë keq, dhe mjekët vazhdonin të ndryshonin ilaçet e mia. Te mjeku më thanë nuk do t'jap më ilaçe sepse këto do ndikojnë keq tek ju dhe do keni efekte në pleqërinë tuaj. Ju lutem Zotit, dhe si çdo vllai, unë i thoja Zoti me hollësi, mjeku më thot këtë, dhe kur t'jem e vjetër do të mbas aftësinë time për të fjetur, do të smurem nga demencia. Dhe Zot, si mund të kem demencë nëse jam në shtëpinë tënde dhe dua të punoj. Dhe i lutesha gjatë gjithë kohës, dhe Zoti më tha bi mos u shqetëso, lutu për mua me mençuri në lutjen e vajzës sime, dhe atje do të liroj. Dhe i thash Zot, jam lutur për më shumë se 2 vite, më jep atë siguri që të jem në gjendje të lutem, sepse thjesht nuk di. Dhe ai më tha vazhdo të lutesh për mua, vazhdo të lutesh për mua. Dhe thash Zot, unë tashmë jam lutur, tani më thuaj ku mund na ndaloj këtë ilaç. Dhe më pas 15 ditë pas studimit të Biblës, thash Zot, unë tashmë jam lutur, po shkoj në shtëpi dhe dua të ndaloj se marr ilaçet, por duhet më japësh një shenjë. Si mund ndaloj se marr ilaçet? Dhe është e pabesueshme sepse shoqi im ishte në një udhtim pune dhe më telefonoi dhe më tha, dhe unë fola me mjekun dhe më tha se nuk mund të vazhdosh të marrësh atë ilaç sepse kur ti jesh më vjetër nuk do të na josh. Dhe nuk do që të mos më njohësh kur ti je më vjet. Kështu që Zot, ti më ke dhënë tash më shenjë. Tani sonte nuk do ta marr ilaçin, do të lutem dhe do kem besim tek ty. Vëllezër, u luta, u shtriva, thash Zot, unë jam me ty sonte. Dhe se nuk mund më besoni, të nesërmen fjeta u zgjova dhe thash Zot, nuk e kam marr ilaçet e mia, kam fjetur dhe kanë kaluar 2 javë dhe që nuk kam marr ilaçet dhe fle thero. Unë vi ka Kolumbia, e njoha kishën vitin e kaluar në Kolumbi, në muaj shkurt nëpërmjet nënës time, e cila i shërben Perëndis, që prej marsit të vitit të shkuar vija në kishë gjatë mbasditeve, gjysej diku te 5 herë. Në profecinë e parë që mora, Zoti më tha, bija ime, mos e bëj atë udhtim sepse do të pendohesh dhe do të vuash shumë. Dhe kështu 3 ditë më pas, një vajzë nga Kolumbia më shkruan e më thot nëse mund të rrinte në shtëpinë time për disa ditë. Unë i them, nuk mundem sepse jetoj në një dhomë me djalin tim. Ajo vazhdon duke më treguar se gjenden në Cadiz, 2 orë larg Barcelonës, dhe se ishte e penduar, pasi po bënte gjëra që Zotit nuk i pëlqenin, dhe jetonte një jetë të shpenguar. Nga ana tjetër, unë isha e dëshpëruar sepse isha pa punë. Kisha 2 muaj që gjendesha këtu dhe isha shumë e mërzitur dhe i kërkova asaj adresën e vendit ku ajo gjendej. Dhe duke qenë e dëshpëruar, vazhdoja të kërkoja në internet, më dilnin oferta pune të ndryshme dhe në njërin nga ato një zotëri më thot, eja të punosh këtu. Dhe duke qenë e dëshpëruar për të gjetur një punë, unë vendosa ta pranoj. I kërkoj adresën zotërisë dhe ishte e njëjta adresë që më kishte dhënë mikesha ime. Dhe pas disa ditësh del në lajme se në adresën që më dërguan kishin kapur njerëz që merreshin me trafikim femrash. Dhe prej kohës kur kisha qenë në Kolumbi, unë nuk isha kthyer më në kishë, por u riktheva sërish në shtatorin e vitit të kaluar. Pas shumë vështirësish që më kishin ardhur, i thash Perëndis, unë nuk mundem më, do shkoj në kishë. Dhe në një prej profecive Zoti më thot, isha unë që lejova të ndodhin ato gjëra në mënyrë që të kthehesha në shtëpinë time. Gjatë dimrit unë nuk kisha rroba të trasha, por fal Zotit dhe vëllezërve këtu më kanë dhuruar rroba, jam këtu falënderuese dhe çdo ditë edhe më shumë e dashuruar me Perëndin. Jam dëshmitare e transformimit dhe ndryshimit që ka bërë në mua. Tani më pëlqejnë shumë fustanet, fundet dhe faleminderit juve, faleminderit vëllezërve që i shërbejnë Perëndis këtu, pasi pavarësisht të qenit vetëm këtu vetëm me djalin tim, po edhe me Perëndin së pari, unë nuk jam ndjerë vetme, fal ngrohtësisë dhe dashurisë që juve të jepni qoftë edhe me një përshëndetje. Dëshmoj për të lartësuar Perëndin.